Pe 2021 për vlas 5 polë zgjedhur, nuk thash 5 më. Presidentja Vjosa Osmani ishte e LDK-s. Po si ishte e LDK-s, aja sigurt garanti e LDK-s do të bëjë presidenti e LDK-s. Nëse ka shkuar gjysma e LDK-s dhe ka marrë presidentin, po na nuk mundemi hipotetikisht po themi gjysa, na nuk e dimi se gjysa. Atë kanë qenë votantë 50% i lëvizjes vetëm. Ne kemi aty një lëvizje të votave prej 2019-s në 2020-ën. Kthimi Vjosa Osmanit LDK është vërtet se Kurti më shumë din këto zgjedhje konkurrentin kryesor ka Vjosa Osmanin. Edhe PDK plus, jo vetëm Kurti. Për shkak se Kurti e ka. Se PDK e ka elektoratin e vet. Po edhe PDK-ja se PDK-ja nuk ka shansë me marr as kalkulimet që po i bën LDK-ja. Dëgjam, qëllimi i opozitës është veç me zvoglu Kurti, se ta e din që sfiton. Se ka një pozitën e treta, çka nuk e analizojmë pjesëmarrjen e faktorë tjerë. Se me pas opozita ka dëgjam. Do ta vëni një debat me Demasen për numra, mbaj numrat Demasen, sonë ti kemi dëshirë të flasim me numra, do të shohim nëse një ditë tjetër përgatitemi me numra. Apo më lën veç ta përfundoj. Jo, vetëm na vjen numrat e 2018 ose 2000. Dëgjom, me pas opozita ka uzë. Dhjetor, numrat e votave. LDK-ja, jo vetëm Vjosa Osmanin, të gjithë, edhe Agim Veliun, edhe pjesën tjetër të njerëzve me i bashku. PDK-ja është dosh me marr Fatmir Liman, i ka 25 vota. Nëse alas dulim të PDK-ja dhe na kem të foni për Vjosën. Tash do dalim të televizion. Bëni gati në fund të emisionit, do kemi një parashikimin e parë me Demasen këtu. Unë dhe Demasa do ta vëmë. S'po mendon që analizë me lëvizjen e votave nga një parti tek partia tjetër. Mos harrojmë se fushata alas ka filluar kështu. Çka po presim 50%, 40%, 35%, sa po presim vetë vendosin. Pas pak e shohim me numra. Kjo është për më mbajt shikuesit këtu. Jo, në lëvizjet e elektoratit është shumë e lehtë me bë si projekcion. Po, okay.